Do gjona nuk më kanë pëlqy dëmon që jenë bon kundrejtina aty këtu prej produksionit, nuk ka qenë fair disa situata. Për momentin Ludo Lim duke si lojtar strateg. Kur ndalemi tek Bigo, jetu e këshyrë këtë edicion? Sa po mundosh me qenë aktiv dhe me përcjell? Nuk po muj me këshyrë se po kam kohë, veç aty këtu, tek tuk, nej sekuencë. Po mdoket që skena ka me ikë. Kështu, edhe nëse në shtra nuk e këqyrim edhe nuk e përcjellim rregullisht mandej TikTok-u, rrjetet sociale në përgjithësi të dalin. Po e në telefon aty po del, deshte, normal që për me full diçka ma detajisht dush me përcjell të nkuën edhe me ditë për shkak. Na i banor ki na një specifik që nështë ta ekipon në rrjetet sociale dhe të ka pëlqyer nështë ta loja strategjia e cilin e ka kriju për atë format? Muj me thonë në për projma që për shaka njëherë ose kështu, për momentin Ludo Lim duke si lojtar strateg, për tjertë nuk e di, po duket që është një i lexueshëm edhe ka diapazon shumë të gjanë, dhe me thonë edhe ka shetit, ka pa edhe mund me full për fushat ndryshme, për ta është shumë ma e letë. Për këta tjertë nuk kam në koment veçan. Njëni prej banorëve që ka qenë edicionin e kaluar, po flas konkretisht për Edin, ka qenë fakt edhe banori i këtij edicioni. Ishte kështu pak i papritshëm largimi i Edit prej këtij formati, prej këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova, dhe tregon pak çysh e pe mujte me komuniku me Edin gjatë kësaj periudhe që ka qenë jashtë? Nuk kisha me full shumë për atë pjesë, veç që e kam muhabet mirë me ta. Ajo është mirë edhe i ka punë të veta, i din arsyet e veta pse qyshtek. Do gjona nuk më kanë pëlqy dëmon që jenë bon kundrejtina aty këtu prej produksionit, nuk ka qenë fair disa situata, po çdo gjë do të shihet në orët në vazhdim. Po, në fakt, Edi ka bërë kështu një paralajmërim që në ora 8 ka me jep disa informacione, kështu që po besoj mandej ato qarkullojnë në rrjetet sociale dhe njerëzit kanë me mujt me i pa. Edi është njëri shumë i mirë, ka karakter shumë të mirë, shumë të fortë, është një familje të mirë, edhe është pika e djalit, edhe po thjesht ka ndodhur një keqkuptim aty në ato situata që ndodhen, edhe na sa të që jenë të mirë, pak i kem që to sene që me nëzipresëm jo kap dikujna për diçka,